Danosh Ademi çka ka bën vitin 2013? Partia Demokratike e Shkalimit të Kosovës, raport vjetor 2013, raporti I kryetarit zotit Danosh Ademit, deputet dhe kryetari I PDAK-s. Pasuriet e aktivitetit të kryetarit, kryetari I PDAK-s në këtë vit ka mbajtur takime të ndryshme, konferenca, trojeza, ka mbajtur fjalime publike mediale, ka dërguar kërkesa në institucione të ndryshme të Republikës Kosovës për komunitetin e Shkali, ka bërë vizita në vendbanimit ku jeton komuniteti I Shkali, ka bërë debate me qytetarët e tjera aktivitete. Deputeti Danosh Ademi në takim me ambasadorin e SBA-ve në Kosovë, zonën Gjekepson, ku ka ngritur çështjen e ndërtimit të shtëpive të komunitetit të Shkali. Ky është një takim I parë ku një kryetari I Shkalive takohet në rezidencën apo në zyrën për herë të parë të ambasadës amerikane dhe ka ngritur shumë çështje të cilat e preokupojnë komunitetin e Shkali, ku rezultatet kanë vazhduar duke bërë rysni ambasadë amerikane në ministritë përkatëse. Deputeti Danosh Ademi në takim me Samuel Zbogar, zyra evropiane në Kosovë, ku ka kërkuar përfaqësim në institucionet e Republikës Kosovës si dhe me mos më keq përdor fondet të cilat I dedikohen komunitetit të Shkali. Samuel Zbogar, jo I dini të gjithë, është shef I Bashkimit Evropian Kosovë, është njëri I cili ka ndikimin më të madh I Evropës në Kosovë, qoftë në qeveri dhe institucione të tjera, dhe zoti Ademi me kabinetin e tij, duke U bashkuar dhe zëvendësministrin këtë takim, ka bërë kërkesa të qytetarëve të Shkalit dhe ka thënë fjalën ata të cilin e dëshirojnë komuniteti e Shkalit. Mos më keq përdor fondet të cilat vijnë nga Evropa në emër të komunitetit të Shkalit. Danosh Ademi, kryetari I PDAK-s, takim me zyrtar nga ambasada e Hungarisë në Kosovë, ku ka kërkuar punësim sezonal për komunitetin tonë, qoftë në Hungari apo edhe në vende të tjera, pashtu ka kërkuar ndërtimin e shkollës në fshatin në Bravo. Pritet që në vitin e ardhshëm të bëhet organizimi I punësimit sezonal dhe pashtu të ndërtohet shkolla në fshatin në Bravo, bashkë me institucionet vendore dhe ndërtuese. Deputeti I Kryetit të Kosovës, Danosh Ademi, takim me avokatin e popullit Sami Kurtishin për të kërkuar të drejtat e komunitetit të Shkalit. Ju e dini që avokati I popullit është zëri I fuqishëm I cili I mbron të drejtat e njerëzve në Kosovë, dhe në këtë rast është kërkuar që nga avokati I popullit të mbrohen drejtat e Shkalive sa më shumë. Deputeti Danosh Ademi dhe njëri kryetari I PDAK-s takim me drejtorin e ri të zgjedhur zotin Metal Shala, I cili morri premtimin nga drejtori I RTK-s për minutazhin e komunitetit të Shkalit në RTK. Ju e dini që këtë komunitetet kanë çastje në RTK, kanë emisionet e veta, vetëm Shkalit se kanë pas këtë gjë të tillë, andaj na bashkëpunim, kryetari Ademi bashkëpunim me kabinetin e tij ka bërë të mundur që RTK-ja prej 2014-s të ketë emisionin e veçantë për Shkalit. Deputeti Danosh Ademi takim me EPROR-et, apo me thonë me njerëzit nga Forca e Sigurisë të Kosovës, FSK-n, ku ka kërkuar lehtësime për pranimin e anëtarëve sa më shumë të komunitetit të Shkalit në FSK, dhe ka kërkuar që të bëhet pranimi atyre të cilët kanë aplikuar, sepse ne e dëshirojmë me pas një punësim sa më shumë në institucionet sidomos sigurisë, ato të policisë dhe FSK-s. Deputeti Danosh Ademi takim me zyrtar nga aeroporti ndërkombëtar I Prishtinës Adem Jashari, kryetari Ademi ka kërkuar punësim në aeroport dhe ka marrë premtime nga drejtori gjeneral I aeroportit që do të punësohen njerëz në aeroport, dhe ky premtim është realizuar dhe ka vazhduar dhe do të vazhdojë tutje. Po ju njoftojmë që janë punësuar një numër I mirë I Shkalive në aeroport nga komuna e Lipjanit, po ashtu edhe një person një valë nga komuna e Kosovës dhe pritet që vazhdimsi të punësohen njerëz ende në aeroportin e Prishtinës. Edhe kjo është një fotografi nga takimi me zyrtarën e aeroportit. Kryetari Ademi takim me kryetarin e Ferizaj, kryetarën e Ferizaj zot Ragim Aliu, ku ka kërkuar që komuna e Ferizaj të investojë, të përmirësojë, të kontribuojë më shumë në gjendjen e komunitetit të Shkalit në Ferizaj, dhe kjo ka vazhduar dhe po vazhdon. Pashtu kryetari Ademi është takuar edhe me zyrtarët e komunës së Mitrovicës, në këtë rast këtu me kryetarin e Mitrovicës, ku ka kërkuar një çështje më ndryshe nga komuna për komunitetin tonë të Shkalit. Takimi me Bashkësinë Islame të Kosovës, në këtë rast me krye imamin zoti Sabri Bajgora, kryetari Ademi ka ndikuar në Bashkësinë Islame të Kosovës që imami I Laxhës Sallana apo xhaminë Sallanës, ato që e kanë dëshiru komuniteti I Sallanës të jetë ai imam, se ju e dini që kanë dëshirë me ndryshu, dhe kryetari Ademi e ka bërë mundur që zotri Rahim Bjarmi Spjati, Edemi Hoxha I Sallanës,
ato që ka dëshiruar populli të jetë imam, po ashtu edhe për komunën e Fushë-Kosovës ka kërkuar që caktohet imamet dhe të jetë ai. Deputeti Ademi në takim me zyrtarët e IRDK-s, Iniciativa e Demokratike e Kosovës, apo më ndryshe me thënë me përfaqësuesit e xhipian të Kosovës, që ky takim ka qenë takim i bashkëpunimit për ndarmën, po ka qenë edhe takim i premtimit. Ky takim është mbajtur para zgjedhjeve lokale dhe egjiptianët kanë thënë se nëse fiton komuniteti Ashkali më shumë vota në këto zgjedhje, ne të gjithë do të shkrimit të bëjmë Ashkali dhe do të para regjistrimit dhe kjo ka ndodhur. Ashkali ka ndodhur më shumë, mbi 18.000 Ashkali, egjiptianë ka ndodhur 11.000 dhe kështu që prapë se prapë këta nuk e kanë mojtë premtimin si unë po bashkë me neve, sepse edhe ata janë Ashkali. Deputeti Danosh Ademi takim me rektorin e Universitetit Zotri Ibrahim Gashin, ku o diskutuar për pranimin e studentëve në fakultet. Dhe kjo po vazhdon tutje. Ju e dini vetëm në këtë vit gjithë studentët kanë aplikuar dhe në regjistruar edhe vitin me kaluar, do të vazhdojmë në Otarmën. Besojmë që me përfaqësimin e Zotri Ademit, angazhimin e Zotri Elshanit dhe të tjerëve, do të vazhdojmë që të regjistrojmë studentët tonë pa kur farkohet në Universitetin e Prishtinës. Me takim në Ministrinë e Shëndetësisë, ku kërkohet mbështetje financiare nga Ministria e Shëndetësisë për raste urgjente, raste shumë të rënda të cilat nuk mund të përballu komuniteti jonë, që janë raste mbi 3.000 euro, operacione të ndryshme që janë shumë urgjente dhe të rënda, dhe Zotri Ademi ka kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë që këto raste që i përkasin komunitetit Ashkali të ndihmojnë dhe të financojnë të kryen sa më shpejt. Kemi rastin për shembull të vllaut e Haxhi Fatmirit, kemi rastin e Haxhi Nurit, kemi rastin në rast kemi pashtu në Prishtinë dhe shumë raste tjera ku janë kryer ku Ministria e Shëndetësisë ka paguar shpenzimet për komunitetin Ashkali që kanë kushtuar mbi 3.000 euro. Andaj ky bashkëpunim do të vazhdojë, folë edhe koalicionin që cilën është Zotri Ademi koalicionin për Kosovë, ku aty bën pjesë edhe Partia e Drejtësisë, ku kryetari i Partisë Drejtësisë është Zotri Fereda Agani, në këtë rast është edhe ministri i Shëndetësisë. Koalicioni për Kosovë 3, i cili u lidhur në shkurt të vitit 2013, dhe ky koalicion ka bërë që shumë punë shtyhen përpara, domethënë deputeti Ademi ju ka bashkuar koalicionin për Kosovë 3 dhe me këtë koalicion komuniteti Ashkali ka fituar shumë, si qoftë në pension, në shëndetësi, kulturë e shumë të tjera. Deputeti Danosh Ademi në takim me një delegacion nga shtetet e Belgjikës, ku diskutuar për mos me i riadhetësua, për mos me kthy komunitetin Ashkali nga diaspora. Zotri Ademi çdo herë ngrit zërin, ku bashkohet apo ku takohet me përfaqësues ndërkombëtar që mos mi kthy njerëzit e tonë nga diaspora, nga shtetet e perëndimit, për shkak se ende gjendja ekonomike nuk është e mirë në Kosovë për ne, po ashtu kjo na ngarkon neve si komunitet, na ngarkon si politik, dhe kështu që mos thot dikush që jo po e kërkoni kthimin e gjëra tjera që shnihen në rrugë, sepse Zotri Ademi nuk është për mi kthy njerëzit e tonë nga diaspora. Dhe këtë rast po e bën çdo herë, bashkëpunim edhe me deputetë të tjerë të minoritarë që janë. Deputeti Danosh Ademi në mbledhjen e Komisionit për Punë të Mbrojtjes, Sigurinë dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë të Kosovës. Ky është një komision i Parlamentit të Kosovës ku Zotri Ademi është pjesë e këtij komisioni. Ky komision e lën një rol të veçantë në Parlamentin e Kosovës, ku shqyrtohen gjitha projekt ligje të cilat shkojnë mes këtij komisioni, pashtu e ngrit zërin për çështjet e sigurisë, e ngrit zërin për çështjet e punësimit në FSK-n e polici, dhe pashtu është një komision i cili ka ndikimin më të madh për gjitha komisionet. Është miri e Zotri Ademi që ka marrë pjesë në këtë komision, në asnjë minoritet tjetër nuk merr pjesë në këtë komision, pas deputetit Ademi, dhe në këtë rast komuniteti Ashkali me këto do të më krenu që me një komision të tillë Ashkalit marrin pjesë mes kryetarit të deputetit Ademi. Danosh Ademi, kryetari i PDAK-s, me rastin e ditës flamurit të Ashkalive, në shkurt me 15 shkurt ju e dini e thanë më dhe më herët që ka qenë një ditë e mbushur me aktivitete, dhe kjo është një konferencë brenda qeverisë të Kosovës ku është bërë një përmbledhje e punës, është bërë një përmbledhje e dekadës së komunitetit Ashkali për 10 vjet çka dhe ku ka arrit, dhe ky fjalë ka takuar kryetarit Ademi në qeverinë e Republikës Kosovës. Deputeti Ademi me një takim apo tryezë me NDI
është një organizatë e cila i monitoron Parlamentin e Republikës Kosovës dhe këto vlerësuar puna e deputetit Ademi me notë pozitive për kontributin dhe aktivitetin që ka bërë për komunitetin Ashkali. Dhe kjo është merit e tina për shkak sepse e ka prezantuar nevojat, kërkesat e popullit në mënyrën më të mirëtmoshme cilën ka kanë. Deputeti Ademi ka qenë edhe në debatet e shoqërisë civile, bashkëpunim me deputet tjerë, ku asnjëherë nuk ka munguar dhe gjitha pyetjet, cilat i kanë takuar për të përgjigjur zotëri Ademi në kuadër PDAK-s, kuadër deputetit për komunitetin Ashkali, ato e ka bërë në mënyrë më të mirëtmoshme. Kjo është nga kuvendi i degës së PDAK-s në Fushë Kosovë, kur është mbajtur fjala e kryetarit Ademi ka prezantuar në gjitha kuvendet e organizuar të degëve të PDAK-s. Zotëri Ademi ka qenë i hapur edhe transparent edhe para gazetarëve, për të që gazetarët e kanë thirrur për të pyet për një çështje, asnjëherë nuk ka munguar dhe asnjëherë nuk ka mbyll telefonin. Ka qenë shumë transparent me publikun, ka qenë shumë transparent me media, dhe në këtë rast kjo është një foto nga gazetarët e cilët çdo herë në zyrën e tij në Parlamentin e Kosovës lypin informata për komunitetin Ashkali. E tërë dega e pajisë në Ferizaj shkrihet në PDAK, sukses si mrekullueshëm. Fal punës aktivitetit zotëri Ademit, fal punës së Recep Bajramit dhe gjithë stafit të PDAK-s Ferizaj, por më shumë ti duhet falenderohet zotëri Neat Kryeziu me stafin e tij që e ka bërë këto për hartën të botën, e ka bërë këto duke e di që të bashkuar jemi më të fuqishëm dhe gjithë dega e pajisjes kur ka qenë kryetar në atë kohë, Neat Kryeziu u shkri në PDAK dhe sot zotëri Neat Kryeziu e ka edhe pozitën prapë kryetari i PDAK-s në Ferizaj. Kjo është një sukses tjetër ku gjatë zgjedhjeve në fushatën elektorale ju mba të dy aderime në Ferizaj, i zotëri Avni Kopili dhe zotëri Nesret Bujani kanë qenë kandidat në listën e pajisjes dhe gjatë zgjedhjeve fushatës elektorale ju kanë bashku Partisë Demokratike të Ashkalit të Kosovës, ku e kanë pasë aty edhe e kanë venin, sepse kanë lidhë me PDAK, vazhdojnë me PDAK, edhe kështu që e falenderojmë zotëri Avni Kopilin dhe Nesret Bujanin për vetdijen e tyre të plotë që të kthejnë në PDAK. Pashtu edhe përshëndesim edhe zotëri Hasan Dogani, i cili ai tani e udhëheq degën e Prizrenit, ku është një aktivist i veçantë, i dalluar për gjithë këto vite të cilën kemi kaluar dhe kështu që i komi lidat e tina në PDAK dhe besojmë që dega e Prizrenit do të ketë suksesin e rrallës në gjithë të ardhshme, do të ketë suksesin e rrallës gjithmonë duke i prit zotëri Hasan Dogani dhe sot falenderoj zotëri Dogani që jeni prezant me ne. Pashtu PDAK organizoi edhe debate me qytetarët, këto është një foto me debate me qytetarët e Suarekës, ku janë dëgjuar hallet, kërkesat e tyre dhe zotëri Ademi bashkë me kabinetin e tij është munduar t'ju përgjigjet atyve pyetjeve dhe atyve kërkesave në drejt realizimit të cilët i ka pasur. Kjo është një gazetë e cila ka shkruar në Maltezi. Deputeti Ademi ka vizituar kampin e vëllezërve e motrave tona të cilën ka qenë në Maltezi, domethënë në verën e vitit 2013, bashkëpunim me kabinetin e tij dhe atje ka qenë një gjendje mjerueshme e popullit tonë. Shumica kanë qenë nga Peja Gjakova, ka pasur prej anës tonë nga rrafshi i Kosovës dhe në këtë rast ne në Ardhin Kosovë kemi kërkuar që të kthehen ata njerëz t'ju ndërtojnë shtëpiat dhe është punuar në këtë rritim dhe do të punohet ata. Kemi premtime nga ona Ceri, kemi premtime edhe nga Qeveria e Republikës Kosovës që ata njerëz nuk do t'i lajnë ashtu. Ky kamp është shumë katastrofë dhe gazetat kanë shkruar që zotëri Ademi ka quar këto se njerëzit i kanë lënë të konfizuar apo i kanë lënë rëbjash. Njerëzit e tonë i kanë bërë rëbjash. Dhe kjo ka qenë një rrezik që ka të vina Pikofinit mos pa arrestuar dhe kush po fol Zotit ka luajtur mirë. Ju e dini që gjatë shira apo vërshimeve të cilat kanë ndodhur në kohën e fundit, Gjakova e ka marrë ujë, ju e keni pa të gjithë në televizion. Edhe komunitetin Ashkalin e Gjakov nuk e ka lënë pa e përfshija, ja. Dhe zotëri Ademi Milaj është interesuar dhe ka quar ndihma në Gjakov për popullin tonë, cilën e ka vërshuar shirat e cilat kanë ra. Dhe ju kemi ndihmuar me
ndihma, qoftë me veshmbathje, ushqim dhe gjëra tjera elementare të jetës. Këto është nga gur themeli 44 shtëpive në Dobravë, domethënë ju e dini që tani në këtë vit vetëm veproi OB projekti 44 shtëpive, projekti i folur ka Xhamati, puna e Zotrit Ademit bashkëpunim me gjithë neve, arritëm që të ndërtojmë këta shtëpi dhe sot këta 44 familje janë në këto shtëpia dhe Zoti ju dhau mira edhe inshallah vazhdojmë edhe për shumë njerëz edhe shumë raste tjera që të ndërtojmë jo vetëm në Ferizaj, por në gjithë territorin e Kosovës. Këto janë fatet të cilët janë nga inaugurimi i shtëpive. Takimi me qytetar dhe vizita në vendbalimit e komunitetit Tashkali. Kryetari Ademi me kabinetin e tij çdo herë kur u thirr, dikon asnjëherë s'ka mungu. Ka thonë të bëni qytetarët, unë jam gjendë më dalë përpara dhe me ja prezantu punën tem, aktivitetin tem. Këtu janë disa takime të cilat i ka vepruar në gjithë territorin e Kosovës ku ka deg të PDAK-s. Ka votën nga komuna e Mitrovicës, Ferizaj, Suarekës, edhe komuna të tjera të cilat janë. Prezentimin e fushatën elektorale, këtu janë disa prezentime gjatë kësaj fushate cilën e kaluam, domethënë janë disa fotot të cilat janë nxjerrur për t'ju prezentuar juve gjatë fushatës elektorale të cilën e kemi bërë, që ka qenë një fushatë e punës, një fushatë e frymës mirë, bashkërisht ku keni kontribuar edhe ju. Të punësori gjatë mandatit të kryetarit Ademi, edhe vitin 2013 ka vazhdu vija e punësimit, është punësuar zotri Zavendës Ministri Gani Elshani vetëm fillim të mandatit e ka marrë, domethënë mandatin e tij në fillim kur është bërë Qeveria e Republikës Kosovës, pashtu Arta Asani si asistente e tij, Agim Shabani shoferi i tij, Shkurta Asani, motër medicinale në Ferizaj, Hajra Shafiri në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Berem Ibrahimi në KQZ, Qozem Roman në Ministrinë e Diasporës, në i kontrollin FSK, Muzafer Dodoko në FSK, Recep Bayram në zyrën për kthim komunitete në Ferizaj, Kenan Hoti paramitën e Kosovës, tani o zamencuar me Besartje Sharit, me Gjiti Kresniqi ka qenë një periudhë në KQZ, në Shabani në KQZ dhe shumë tjerë ka pasur në KQZ. Pashtu edhe një grup punëtorësh që i përmend më herët në aeroportin e Prishtinës që janë punësuar, domethënë puna e zotrit Ademit të gjithmonë për me i punësu njerëz. Prioritet është me i punësu njerëz. Kjo është një punë për mbledhse, jo ajo që do të shoh, por mbi atë rrallëshe e punës Ademit, sepse ka edhe shumë punë tjera të cilët kanë bërë pa u prezantuar.